Kur heshtja dhem më shumë se tradhtia, Alba ishte e sigurt. Nuk ishte më një dyshim i vagull, as një frikë e lindur nga xhelozia. Ishte ajo ndjesi e rënë në kraharor që vjen kur zemra e di diçka përpara mendjes. Ajo e ndjente se diçka kishte ndryshuar. Limi nuk po ia varte më. Dhe kjo ishte më e dhimbshme se çdo fjalë e thënë hapur. Ajo rinte ulur në shtratin e saj, me telefonin në dorë, duke parë ekranin bosh. Asnjë mesazh. Asnjë telefonat. Ora kishte kaluar mesnatën, por Alba nuk ndjente lodhje. Vetëm një peshë të madhe që e shtypte nga brenda. Lotët i ishin mbledhur në sy prej kohësh, por tani nuk po i mbante më. Filluan t'i rridhnin ngadalë në përfaqe. Të ngrohtë, të heshtur, e dija. Pëshpëriti me zë të thyer. E dija që do ndodhte kjo, mendja i shkoi menjëherë tek bija. Emri i saj i rrotulloi në kokë pa pushim. Nuk kishte prova të qarta, por kishte shenja. Dhe ndonjëherë shenjat flasin më fort se e vërteta e thënë me fjalë. Mesazhe të lexuara pa përgjigje. Online pa asnjë sije. Ftohtësi. Distancë. Heshtja e limit ishte ajo që e vriste më shumë Albën. Ajo e mbante mend mirë fillimin. Kohën kur Limi e kërkonte, kur i dërgonte mesazhe pa arsye, vetëm për t'i thënë se po mendonte për të. Kur një përqafim i tij e bënte të ndiej e sigurt, e zgjedhur, e rëndësishme. Dhe tani? Tani Alba ndjente sikur po fliste me murin. Unë të kam ndihmuar kaq shumë. Tha me zë të ulët, sikur ai të ishte aty. Jashtë, brenda, gjithmonë. Kur s'kishe askënd, isha unë. Kur ishe keq, isha unë. Kur s'besoje më tek vetja, isha unë që të mbaja, lotët ju shtuan. Fjalet i dilnin të çrregullta, të mbushura me dhimbje dhe zhgënjim. Alba e ndjente veten të tradhtuar jo vetëm si partnere, por si njeri. Si dikush që kishte dhënë gjithçka pa kursim, ajo u ngrit dhe u afrua te dritarja. Jashtë ishte errësirë. Dritat e rrugës ndriçonin pak, por nuk sillnin asnjë ngrohtësi. Ashtu si zemra e saj. Alba mbështeti ballin në xhamin e ftohtë dhe mbylli syt. Pse nuk më flet? Pyeti në boshllëk. Çfarë kam bërë gabim, por përgjigje nuk kishte. Në mendjen e saj, Alba filloi të rindërtonte çdo moment të fundit me Limin. Çdo fjalë. Çdo heshtje. Çdo herë që ai i kishte thënë jam i zënë. Çdo herë që kishte ndjerë se po e humbiste, edhe pse ende e kishte, ajo mendonte për bien. Nuk e njihte mirë, por e kishte parë nëpër rrjete sociale. Buzëqeshja e saj i dukej si një kërcënim i heshtur. Alba ndjeu një therrje në stomak. Jo nga urrejtja, por nga frika. Frika se po zëvendësohej. Se gjithë ajo që kishte dhënë, po harrohej kaq lehtë, po më tradhton. Tha më në fund me zë. Fjala i doli e rënë. I dukej sikur e ndau jetën e saj në dy pjesë, para dhe pas këtij momenti, telefonin e shtrëngoi fort në dorë. Donte t'i shkruante. Donte t'i thoshte gjithçka. T'i bërtiste. T'i lutej. T'i kërkonte shpjegime. Por nuk bëri asgjë. Sepse Alba e dinte, nëse dikush nuk të kërkon, nuk është se nuk mundet. Është se nuk do, lotët i rridhnin pandal. I lagën faqet, mjekrën, bluzën. Ajo nuk u përpoq t'i fshinte. Le t'i shite veten ashtu. E thyer. E lodhur. E zhgënjur, më mungon përqafimi yt. Pëshpëriti. Por më them që po më mungon dikush që nuk po më zgjedh më. Kjo ishte dhimbja më e madhe, mungesa e dikujt që ende jeton, por ka zgjedhur të jetë larg. Alba u ul përsëri në shtrat dhe përqafoi veten. Ishte një përqafim i dobët, por i sinqert. Askush tjetër nuk ishte aty për ta mbajtur. Dhe ndoshta, mendoi ajo, ishte koha të mësonte ta mbante veten. Ajo mendoi për gjithçka që kishte sakrifikuar. Kohë. Ndjenja. Dinjitet. Dhe pyeti veten nëse Limi do ta kuptonte ndonjëherë sa shumë kishte humbur. Apo ndoshta tashmë ishte vonë, në anën tjetër të qytetit, ndoshta Limi po qeshte. Ndoshta po rrinte me bien. Ndoshta as që po mendonte për Albën. Ky mendim i shpoi zemrën si gjilpër, nëse më doje, nuk do më lije të qaja vetëm, tha Alba me zë të dridhur, dhe atë natë, mes lotëve dhe heshtjes. Ajo mori një vendim të heshtur. Nuk ishte vendim për hakmarrje. As për fjalë të ashpra.
Ishte vendim për veten. Që të mos lutej më për vëmendje. Që të mos jepte më gjithçka aty ku nuk vlerësoj. Alba e dinte se dhimbja nuk do ikte menjëherë. Do të zgjas. Do të dhemë. Por ajo gjithashtu e dinte se nuk ishte e pavlerë vetëm sepse dikush kishte zgjedhur të mos e shite më. Lotët vazhdonin t'i rridhnin, por tani kishte diçka tjetër mes tyre, një fill i vogël force, sepse ndonjëherë, tradhtia nuk është vetëm të shkosh me dikë tjetër. Tradhtia është të mos i qëndrosh më pranë atij që të ka dashur më shumë se veten.